Përshëndetje. Atëherë, unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, që janë të hënë dhe të premte. Të hënave kam në lidhje me ciklin e hënës dhe ditëve të premte janë në lidhje me parashikimin javor. Këto video që dalin nga këto lidhje të drejtë për drejta mund të gjeni tek kanali im YouTube-it. Emri i kanalit YouTube-it është Astrologe Denisa Shyle. Nëse mundeni ta ndiqni si kanal, do të kem edhe më tepër mundësi që të bëj video. Edhe sidomos video që keni kërkuar, sepse vazhdojnë që të vinë kërkesa të ndryshme në lidhje me video. Në qoftë se ju vazhdoni ta mbështesni dhe ta zgjeroni kanalin, do të kemi edhe më tepër mundësi që të punoj me ta. Ndërkohë që përtej këtyre kam edhe paraqitjet e mia në televizione që janë edhe këto të hënave të premte. Të hënave janë tek kanali Adysiene në orën 9, është te programi Dita Jon, ndërkohë ditëve të premte janë tek kanali Top Channel në programin Në shtëpinë tonë. Ajo është në orën 10, ditëve të premte. Përtej këtyre, të cilat janë shërbime për publikun, pra janë për ju dhe si do janë pa pagesë, kam edhe shërbimet e mia personale, të cilat janë 1 me 1 me ju. Ato mund të pranotoni duke më shkruar nga numri im i WhatsApp-it. Këto shërbime përmbajnë analizën e hartës, të gjitha llojet e analizave astrologjike mund t'i bëjmë, rikthimin e diellit, tranzitet e të tjerë, çfarë do lloj gjëje që është e nevojshme për të bërë në lidhje me analizat astrologjike mund t'i bëjmë. Përtej këtyre mund të bëjmë analizën e lidhjes tuaj. Të gjithë ata që nuk e dinë orën e saktë të lindjes, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes dhe si rreth ascendenti. Siç e thash edhe pak përpara, për të prenotuar këto mund të më shkruani nga numri im i WhatsApp-it. Ka shumë persona që e dinë orën e saktë të lindjes, por nuk e dinë ascendentin e tyre. Është një faqe interneti që mua më pëlqen shumë, e them shumë shpesh, nuk kam lidhje me të, thjesht më pëlqen, prandaj dhe e them, nuk është se po bëj reklam domethënë. Është astrosik.com. Nëse e dini orën e saktë, do t'ju këshilloj që të drejtoheni aty. Tashmë jemi edhe në periudhën ku faqet mund të përkthehen automatikisht në gjuhën që ju dini, pra mund të përkthehen në shqip, nëse nuk dini anglisht për shembull. Mund të shikoni edhe informacionet që ka tek faqja. Mua personalisht më pëlqen, po jo, këshilloj të gjithë që ta ndiqni ose të shikoni ti në një më themi. Raditja se si duhet të dëgjohen parashikimet astrologjike është si fillim, duhet të dëgjoni pjesën e përgjithshme. Ajo na ndikon të gjithëve, na prek të gjithëve, domosdoshmërisht në një mënyrë ose në tjetër. Pas asaj do të këshilloj që të dëgjoni të ascendentin tuaj. Pas ascendentit, shenjën tuaj të diellit, pra aty ku keni lindur, shenjën tuaj të zodiakut. Dhe për të gjithë ata që e dinë që në këtë rast është fat shumë i madh, kur bëhet cikli i hënës, kur bëjmë parashikim për ciklin e hënës, do t'ju këshilloja që të ndiqni edhe shenjën tuaj të hënës. Sot do të flasim në lidhje me hënën e re, që është tek shenja e Demit, është në datën 16 maj. Do të jetë në orën 22, është në 25 gradë e 57 sekonda të shenjës së Demit. Hëna është shumë e përshpejtuar gjatë kësaj hëne të re, që do me thënë energjia lëviz shumë shpejt, pavarësisht se jemi tek një shenjë fikse që është ajo e Demit. Pra, kur kemi hëna të reja ose hëna të plota të vendosura tek shenjat fikse, në përgjithësi ndikimet vijnë më gradualisht, por duke qenë se kemi shumë vendosje gjatë kësaj hëne të re tek shenja e dashit dhe ajo e Demit, do me thënë që është vërtet shumë aktivizuar gjithçka shumë e përshpejtuar, më të themi. Planeti vetëm i cili është në retrograd gjatë kësaj hëne të re do të jetë Plutoni, i cili ka filluar tashmë retrogradën e tij, do të vazhdojë për një periudhë të gjatë, 5 muajore. Por ndikimi më i rëndësishëm në të vërtetë vjen sepse reaktivizohet më të themi përsëri edhe eklipsi i hënës që kishim në Mars, do të aktivizohet përsëri edhe hëna e re që ishte tek shenja e dashit. Për këtë arsye, është një hënë e re vërtet shumë e fuqishme, ka ndikime vërtet shumë dominante. Dominanca më e madhe është tek shenja e Demit, por duke qenë se kemi edhe shumë vendosur tek shenja e dashit, në të vërtetë problemi më i rëndësishëm që do të na lërë kjo hënë e re do të jenë zjarret, duke qenë se temperaturat e larta ose më themi zabushia do të jetë shumë e madhe gjatë kësaj periudhe. Po nuk është thjesht ajo çfarë vjen nga ajri, pra nga natyra, kemi probleme edhe me sëmundjet të cilat kanë temperaturat e larta. Këto i përmenda pakës kur isha tek Adysiene, sepse e di që televizionet ndiqen më gjerë se sa kanali im YouTube, prandaj dhe dëshiroj që të paralajmëroja në mënyrë që të mund të merri masa. Problemi më i rëndësishëm që ka kjo si hënë e re, në të vërtetë kjo është shëndeti fizik.
Problemi tjetër i cili ose më them persona që mund të preken pak më tepër janë për fat të keq fëmijët. Vazhdojmë që të jemi në një cikël të hapur në lidhje me këtë temë, sepse personat që janë më të ndjeshëm ose që kanë më tepër nevojë për mbështetje për mbrojtjen tonë janë shumë të ndikuar, kanë qenë të ndikuar që në fillim të pothuajse të vitit të kaluar, por kjo është periudha që i rikthehemi pak a shumë të njëjtat tematika. Mund të e dim të gjithë tashmë që në fillim të këtij viti u hapën edhe dosje që thuaj ose tregoheshin torturat ose problemet që kanë ekzistuar në lidhje me fëmijët. Të njëjta tematika për fat të keq mund të hapen përsëri, që domethënë që mund të dalin edhe mbrapastkena shumë më të rënda që kanë ndodhur deri në këto momente. Por problemi tjetër, i cili vjen nga natyra, është dhe ky po i them vetëm problemet si fillim, pastaj do të them edhe anët pozitive që do të mund të kemi, por në fillim dua të paralajmëroj në lidhje me problemet. Kemi pasur spërkatjen me dioksid sulfuri, siç e dim domethënë, edhe pse është bërë një lajm që kanë qenë pak a shumë i fshehur ose nuk është marrë vesh nga shumë persona, por është një eksperiment i cili tashmë ka filluar në mënyrë që të ftohet toka, në thonjza. Për fat të keq kjo hënë e re, domethënë edhe helmime nga acidet, dhe duke qenë se dioksidi i sulfurit kur bashkohet me hidrogjenin edhe të tjerë, mund të kemi edhe prodhimin edhe të acidit, dhe kjo mund të bjerë edhe nëpërmjet shirave, të cilat për fat të keq nga kjo hënë e re do të jenë të shumta. Domethënë që mund të kemi edhe probleme tek toka dhe tek të mbjellat. Është një nga tematikat më të rëndësishme në këto momente. E kam thënë pothuajse bë një vit që them të njëjtën tematik, por për sa i përket të mbjellave burqësisë është një nga temat më të rëndësishme që ne kemi në këto momente në të vërtetë. Duke qenë se nëse se nuk e ushqejmë dot veten tonë në mënyrë organike ose që të jemi të aftë të ushqejmë veten tonë nga toka, do të ngelemi komplet të varur në mëshirën, më të themi, të disa individëve të caktuar, që dihet nuk është një teori konspirative, domethënë tashmë hapat janë hedhur drejt kësaj. Kjo hënë e re do të na tregojë shumë qartë se ku qëndrojmë, cilat janë çfarë ka ndodhur mbrapastkene, dhe nga ana tjetër edhe ne do të arrijmë që të kuptojmë, të perceptojmë shumë mirë se deri ku kemi arritur pra në evoluimin e shoqërisë. Problemi më i rëndësishëm që kemi është se besimi që kemi drejt njëri tjetrit është ulur në mënyrë të dukshme. Arsyeja e gjitha këtyre është në të vërtetë se kemi të aktivizuar një trup qiellor. Paktën nga ana astrologjike arsyeja është që kemi të aktivizuar një trup qiellor i cili quhet Iris. Kjo është një trup qiellor që gjithmonë shkakton përçarje, dhe kjo hënë e re do të jetë në takim me këtë trup qiellor. Në të vërtetë të gjitha tragjeditë në mitologji kanë lindur si rrjedhë e këtij karakteri, prandaj edhe të gjitha tragjeditë që po dalin në sipërfaqe në këto momente në botë, në shoqëri, janë si rrjedhë e përçarjes që ne kemi ose mosbesimit që kemi tek njëri tjetri, sepse ky është elementi kryesor pra që ka, ose natyra kryesore që ka Irisi. Krijon dyshim, krijon përçarje edhe tek personat që mendonim se i kishim aleat. Ndikime më të rëndësishme që do të kemi gjatë kësaj hëne të re do të jenë për këtë arsye kjo, do të kuptojmë shumë mirë se kush janë aleatët tonë të vërtet, ku mund të mbështetemi dhe se sa vetëm jemi në të vërtet. Dhe pavarësisht të gjitha këtyre, duhet që të ndërtojmë një shoqëri, një organizim, të krijojmë një formë të riorganizimi më të shëndetshme. Ky është kusht, në këto momente nuk kemi mundësi që të bëjmë diçka tjetër, e vetmja gjë që duhet të bëjmë është që të kuptojmë njëri tjetrin më mirë, të kuptojmë angësitë tona edhe të ne si individ, dhe të mund të mbështesim njëri tjetrin në mënyrë të ndërtojmë një shoqëri më të shëndetshme. Pra, siç e thash, fëmijët preken shumë edhe nga sëmundjet, po mund të preken edhe në mënyrë nga njerëzit, pra drejt për së drejti, jo thjesht nga sëmundjet që po dalin në këto momente, prandaj dhe që t'i mbrojmë ata është shumë e rëndësishme. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm përsëri, duke qenë se kjo hënë e re do të jetë vendosur tek një ufik i cili quhet Algol, ose më themi Medusa. Për gjithë ata që nuk e dinë historinë e Medusës, mundet ta shikoni në tragjeditë greke, sepse është një nga karakteret më të rëndësishme aty, por tema kryesore është kjo, që është një personazh i cili ndëshkohet sepse është përdhunuar. Prandaj edhe tematikat të tilla pra mund të dalin shumë më tepër në sipërfaqe.
në këto momente. Si rrjedhoj, çfarë mund do të thënë kjo? Personat të cilët në të vërtetë janë viktima mund të ndëshkohen nga më të fuqishme në mënyrë që të mbyllen disa tema ose për të kaluar vëmendjen aty ku dëshirojnë disa persona. Kjo është një tematikë që është ka qenë aktive që në fillim të këtij viti, nuk është diçka e re, por në këto momente është shumë më tepër agresive, duke qenë se ka shumë informacione ose ka shumë gjëra që po dalin në sipërfaqe dhe nuk po dimë se ku të mbulojmë, pra se cilën zjarr të shuajnë. Prandaj edhe mund të vazhdojmë që të kemi viktima të tilla. Një ndër ndikimet më të rëndësishme meteorologjike që është se kemi fenomene shumë të egzageruara, është në ndikimet të njëjtit yll fix të alkoolit pra. Këto ndikime shumë të egzageruara meteorologjike në përgjithësi mund të përkthehen në shira shumë të mëdha në tufane, më mirë të themi, dhe në përmbytje si rrjedhoj. Dhe nga ana tjetër do të kemi edhe zjarre, duke qenë se kemi të aktivizuar një vend i cili është në drejtimin e Poseidonit ose të Neptunit. Kjo do të thënë që edhe Neptuni në këtë moment është shumë aktiv dhe të gjitha problemet që mund të ekzistojnë në det janë shumë më tepër aktive, pra përmbytje ose në disa raste mund të kemi edhe probleme me elektricitetin, duke qenë se në këto momente mund të preket në mënyrë të anasjellt edhe urani, i cili në një farë mënyrë është dhe qielli. Ky elektricitet që po përmend është shkarkim elektrik nga qielli, prandaj do po them. Ndërkohë që kemi edhe probleme në lidhje me sëmundjet, siç e thash, sëmundjet të cilat janë ngjitëse, epidemit pra, janë shumë më tepër, kam shumë më tepër mundësi që të zmadhohen në këto momente. Po e them si shembull, kur kishim Covidin, dalje Covidit, doli bashkë me një eklips i cili prekte të njëjtin yll fix. Prandaj dhe u zmadhua edhe më tepër sepse kishte zmadhimin e epidemive, pra të pandemive. Kjo do me thënë që duhet jemi shumë vigjilent dhe të mos bëjmë prej manipulimeve që mund të ndodhin në këto momente, sepse kjo është një nga temat më të rëndësishme, siç e thash, mund të bëjmë edhe ne vetë viktima, pra. Ndërkohë që nga ana tjetër duhet jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin, sidomos personat të cilët kanë diabet ose kanë tiroide janë edhe më të prekur. Ata që kanë diabet vërtet që janë shumë të prekur sepse sheqeri ose përdorimi i tepruar i sheqerit. Ata që kanë probleme me insulinë ose me sheqerin janë më të prekur nga kjo hënë e re. Mund të kemi aksidente ajrore ose probleme me aviacionin. U marrë vesh që kanë dalë UFO dhe kemi ardhur ose më themi alienët dhe u takuam, që ishte pak disi tragjikomike domethënë për botën në këto momente. Gjithsesi, tematikat të tilla do të vazhdojnë që të jenë shumë aktive domethënë, por përtej asaj vërtet që mund të kemi probleme me qiellin, siç e thash mund të kemi shkarkime elektrike dhe për fat të keq këto shkarkime elektrike mund të dëmtojnë edhe masat, pra mund të kemi edhe probleme, në disa raste mund të kemi edhe fatkeqësi. Okej, këto vërtet që ishin gjëra negative, tani do të kaloj tek anët pozitive. Kemi dy vendosje të cilat janë të lezetshme, më duhet të them. Mërkuri është vendosur tek shenja e Demit gjatë sehënit të re, ndërkohë që Venusi është vendosur tek shenja e Binjakëve. Pra kanë ndryshuar shenjë me njëri tjetrin. Venusi është vendosur tek një fiks i cili merr ndihmë gjithmonë nga sistemi, sidomos nëpërmjet femrave, por ka një kusht. Kushti është që duhet edhe ti të ndihmosh. Në qoftë se për këtë arsye ndihmon sidomos fëmijët, nënat, të cilat kanë nevojë për mbështetje, nëse ndihmoni këta si persona, në një mënyrë ose në tjetër sistemi, Zoti, na i shpërblen. Prandaj dhe në këto momente që të ndihmojmë njëri tjetrin, siç e thash në fillim, është shumë e rëndësishme, por sidomos personat, nënat, të cilat nuk ja dalin dot, pra që kanë nevojë për ndihmë, dhe sidomos që janë brenda një lidhje ose një atmosfere, një ambienti i cili është toksik ose i dhunshëm, është shumë e rëndësishme. Në qoftë se ne ndihmojmë në këto lloj situatash, atëherë ato viktima që përmenda që ishin në rolin e medusës, në të vërtetë arrim që t'i shpëtojmë. Dhe në qoftë se ne i shpëtojmë këto lloj viktimash, do të thotë që thyejmë atë ciklin vicioz, që do të thënë që dalim nga ky cikël karmik. Në qoftë se një shoqëri arrin që të tejkalojë ciklet e tij karmike për të dalë përtej hartës së tij, atëherë futet në një fazë ku ka evolim dhe ndikime pozitive tashmë, sepse bën një shoqëri shumë më tepër e vetëdijshme. E kemi vërtet në dorë që ta bëjmë këtë, e kemi në dorë. Ne si Shqipëri kemi vërtet në dorë që ta bëjmë këtë,
por duhet të jemi vërtet shumë të vetëdijshëm. Ky është kusht shumë i madh në këto momente, që ta ndihmojmë njëri tjetrin për përsëris dhe të ndihmojmë se mos femrat dhe fëmijët ka shumë rëndësi në këto momente. Ndërkohë që për të gjithë ata që janë prindër, vërtet që do të këshilloj që atë periudhën, në qoftë se fëmijët tuaj ankohen për diçka në lidhje me shkollën, pra ankohen në lidhje me një individ më tepër, qoftë ky mësues, qoftë nxënës, do t'i këshilloj që ta merrni seriozisht, sepse në këto momente vërtet dhuna në shkolla mund të rritet shumë. Në qoftë se arrim që të marrim masa veç, por përsëris mund të bëjmë komplet të kundërtën, të shërojmë shoqërinë tonë. Është një ndikim vërtet shumë i fuqishëm që domethënë mund të bëhet i vështirë për të realizuar, por nuk është e pamundur, asnjë s'është e pamundur nëse ne dëshirojmë që ta bëjmë këtë. Okej, ndërkohë që kishim edhe një ndikim i cili ishte pak i çuditshëm, por më duhet ta them. Kishim fatkeqësi e cila vjen nga fati. Çfarë do të them me këtë? Në momente që na ndodh diçka që themi sa me fat çengemi, po e them thjesht si shembull, fitojmë një shorte për shembull, i cili është një udhëtim diku në një mal, po ja them thjesht si shembull. Dhe kur shkojmë atje, mund kemi për shembull të bjerë një zjarr dhe ne të dëmtohemi. Të dëmtohemi edhe nga ana materiale, por mund të kemi edhe dëme të tjera, domethënë edhe nga ana fizike. Prandaj dhe në këto momente, e në qoftë se keni diçka të tillë, në qoftë se fitoni diçka, do t'ju këshilloja që të jeni shumë të vëmendshëm dhe të merrni masa, pra në çfarëdo lloj situate që të mund të anashkaloni problemin nëse ju dalin. Ishte një ndikim i çuditshëm, domethënë ta nxjerr për hundësh edhe nëse është diçka e bukur, prandaj dhe nuk e di doja ta thoja. Okej, ndërkohë që ndikimet që kemi në lidhje me mjekësinë në përgjithësi. Në lidhje me mjekësinë në përgjithësi kemi ndikime ose avancime të shumta për vaksinat. Nëse është pozitive apo negative, varet shumë nga vaksinat që do të dalin. Po e them në këtë mënyrë, të gjitha vaksinat të cilat kanë në një farë mënyre përmbajtje helmi brenda, sepse ka dhe vaksina të tilla. Këto mund të them që duhet të shikojmë pak me dyshim. Ndërkohë që gjitha vaksinat që përmbajnë vetëm virusin për shembull brenda, ose ato është komplet diçka tjetër, por për vaksinat të cilat për shembull na helmojnë në mënyrë që ne të rrisim imunitetin tonë, këto në këto momente do të shikoja vërtet pak me dyshim, sepse mund të jenë pak a shumë thik me dy presa, ose mund të dalin më vonë problemet që kanë, domethënë sepse nuk janë studiuar siç duhet, ose problemet mund të dalin vërtet më vonë, domethënë pavarësisht studimeve që janë bërë. Kjo ishte vetëm një temë, domethënë që kishte ndikim pak të çuditshëm, ndërkohë që në lidhje me mjekësinë në përgjithësi, duke qenë se kemi një avancim në këto momente, sidomos për çdo lloj avancimi që ka të bëjë me përdorimin e teknologjisë dhe AI-t, që domethënë trajtimi ose krijimi i kurave të ndryshme specifike për individ, specifik kjo është shumë herë më tepër në rritje në këto momente. Prandaj dhe vazhdojmë që të jemi në fazën ku teknologjia përdoret për brenda mjekësisë dhe si rrethoj kemi një avancim të tillë. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit fizik, po e nënvizoj, shëndeti fizik është shumë i prekur gjatë kësaj hane të re, është vërtet shumë i prekur. Ndikime më të rëndësishme janë tek sëmundjet që kanë temperatura të larta, preket shumë pjesa e fytit, është një nga zonat që preket më tepër, dhe madje kjo mund të preket edhe pak në mënyrë figurative, që domethënë mund të kemi probleme edhe me komunikimin, pra nuk flasim dot, sepse mund të kemi dhe sëmundje në të vërtetë që na pengojnë që të flasim, mund na bllokohet fyti ose në disa raste, disa sëmundje për shkak që kanë kollë shumë të mëdha dhe nuk kemi fuqi që të flasim. Këto janë sëmundje që kanë më tepër mundësi që në këto momente të zmadhohen ose të shpërndahen edhe më tepër. Ndërkohë që ndihma vjen edhe për personat të cilët pak a shumë janë në rrugën e tyre. Çfarë do të thënë kjo? Personat të cilët e kanë gjetur rrugën e tyre, të vërtet funksionin ose qëllimin që kanë në këtë jetë, për pse kemi ardhur në këtë jetë, ata që e kanë gjetur dhe e bëjnë këtë si gjë, do të kenë një sukses vërtet shumë të madh dhe do të marrë një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria. Kjo vjen sepse në javë veriore do të jetë vendosur tek një fiks i cili është një nga 4 kalorësit. Është më pozitivi sepse rrit shumë intuitën dhe në të njëjtën kohë merr ndihmë shumë të madhe nga sistemi, nga Zoti. Ka një pak a shumë rritje në superfuqit që quhen, telepati e të tjerë, prandaj edhe personat të tjerë mund të fillojnë që të kenë një rritje shumë më të madhe në frekuencë në këto momente.
Sëmundjet autoimune gjatë kësaj periudhe mund të kenë një përkeqësim për të rregulluar më vonë, prandaj të gjithë ata që kanë probleme me sëmundjet autoimune do t'i këshilloj që gjatë kësaj periudhe të jenë disi më të izoluar, sepse vërtet që mund të preken pak më tepër, do t'i duhet më tepër kohë që të qetësohen pra, dhe të shplodhen, që të mund të i kalojnë më thjesht. Kjo është një ndikim i cili ka të bëjë më tepër me tregun e lirë. Mund të kemi rritjen e disa çmimeve të caktuara, detyrimisht të produkteve që përdoren më tepër, sidomos atyre që vijnë nga bujqësia. Automatikisht, sepse siç e thash mund të kemi probleme këtu. Por në përgjithësi probleme vërtet që mund të vinë tek tregtia, domethënë në përgjithësi persona që merren me tregti mund të kenë një farë humbje gjatë kësaj periudhe. Dhe mund të kemi edhe probleme me automjetet, duke qenë se kemi probleme me zjarr, pra faktikisht problemi që mund të kemi tek automjetet mund të vinë më tepër nga zjarret. Dhe diçka tjetër, diferencat ideologjike në këto momente vërtet që mund të ndajnë popullit në dy pak a shumë, siç e thash kemi përçarjen, një nga temat më të rëndësishme tek kësaj hëne të re. Si vedoj që të mos bëni prej e manipulimeve që po ndodhin në këto momente, mundësisht mos mbani anë, domethënë që secili mund të dëgjoni njerëz se çfarë po thonë, të kuptoni se çfarë, të mundoni të kuptoni më mirë se çfarë po thonë, por mos mbani anë, sepse nëse mbajmë një anë të caktuar, mund të zmadhohen edhe më tepër këto përçarje që sa përmenda. E rëndësishme është që ne të fokusohemi tek puna jonë, pra të jemi më të vetëdijshëm për atë çfarë na duhet të bëjmë. Ajo çfarë na duhet të bëjmë në këtë moment është të ndihmojmë njëri tjetrin, një që është pjesa më e rëndësishme, dhe e dyta është të mbrojmë fëmijët dhe femrat, ato që kanë nevojë për përsëris. Ndikimesh do të kemi tek shenja e dashit. Shenja e dashit është një nga shenjat që ndikohet më tepër, kemi shumë ndikime dominante tek ju. Ndikimi më i rëndësishëm është vërtet te shëndeti fizik. Duke qenë se do të jetë në takim Marsi me Chironin gjatë kësaj hëne të re, përmenda edhe ku bëra parashikimin javor, ju jeni shenjë që ndikojnë më tepër. Më tepër kemi prekje nga sëmundjet të cilat janë me temperaturë të lartë, prandaj edhe nëse keni qoftë edhe simptome më të vogël, qoftë edhe në këto momente, do ju këshilloj që ta merrni me seriozitet, të shplodheni, sepse qetësia, regjim shtrati, domethënë ka shumë rëndësi, është e vetmja mënyrë madje që të mund të rrisni imunitetin dhe nuk është se keni nevojë për të bërë shumë për te kësaj, kjo është edhe arsye. Ndërkohë që kjo hënë e re, tema kryesore që prek, domethënë, janë vlerat materiale. Prandaj dhe ndonse përmenda gjithë ato ndikime negative kur vjen puna për ambientin, për shoqërinë, për ju në të vërtetë ka një ndikim pozitiv. Ndikimi më i madh pozitiv është se vlerat tashmë i kuptoni dhe i pranoni ashtu siç janë. Nuk merreni, nuk humbisni më kohë me gjërat që faktikisht deri në këtë moment thjesht ju harxhoni kohën, thjesht ju lodhni, nuk kishin asnjë lloj produktiviteti, nuk kishin sjellnin asnjë lloj të mirë, pra thjesht ju humbisnin kohën. Dhe ishin thjesht pak a shumë sepse ishin bërë zakon që ti kishit ato, ose thjesht ky ishte imponimi pak a shumë i shoqërisë. Ose ky është mësuar, kushtozimi i shoqërisë pra. Ndërkohë që pas saj hënë të re, ose me këtë hënë të re, të gjitha këto tematika spastrohen, fokusohen tek gjërat që kanë vërtet vlerë, aty ku mund të rriteni, kuptoni vërtet edhe se ku duhet të punoni, ku duhet të fokusoheni në mënyrë që të rrisni mirëqenien tuaj ekonomike. Është ndikim shumë i madh pozitiv për mendimin tim. Dhe mbi të gjitha një nga temat që do të ndikoheni shumë është se nuk do i lejoni më veten tuaj që të jeni viktimë. Merrni fuqinë në duart tuaja, pra merrni jetën në duart tuaja dhe fal kësaj fokusoheni ose më themi rishikoni, rindërtoni jetën tuaj në mënyrë shumë më të shëndetshme. Preken shumë marrëdhëniet familjare për ju tek kjo hënë e re. Kjo hënë e re do të ketë, ose më hëna dhe dielli do të kenë të dy kënd pozitiv me Jupiterin që është i vendosur tek shenja e Këforës. Dhe kjo indikon në mënyrë shumë pozitive të gjitha marrëdhëniet familjare dhe shtëpinë. Krijohet një farë stabiliteti. Dini ku qëndroni dhe dini çfarë të bëni. Siç e thash, ishni nga jeta juaj gjitha gjërat që janë pa vlerë. E njëjta është e vlefshme edhe në këto lloj marrëdhënies, pra marrëdhënie familjare dhe mbi të gjitha edhe në shtëpi. Nëse dëshironi të zhvendoseni, kjo është një hënë e re e cila ja u garanton këtë, domethënë jep mundësi më mirë të themi që të zhvendoseni. Madje në këto pikpamje mund të jetë një ndër ndikimet më pozitive sepse ju hap syt, është vërtet hapje sysh për ju, domethënë shikoni çdo gjë në vlerën që ka në të vërtetë. Nëse është gur pra dhe thjesht ndriçonte deri në këtë moment edhe kishim marrë për florit, tani kuptoni që nga thjesht gur dhe thjesht ndriçok, domethënë e kuptoni shumë mirë. Prandaj që tani e tutje,
për ju kemi fokusimin tek gjërat që kanë rëndësi dhe rregullimin ose mërtemi. Ndryshimin e komplet të timonit drejt asaj jete, normalisht që kemi ndikime të cilat ose mërtemi kemi gjëra që ju duhet t'i bëni. Njëherë në radhë të parë duhet të fokusoheni shumë më tepër në këto momente tek shëndeti fizik. Siç e thënë, nëse keni probleme, nuk duhet të humbisni kohë sepse humbja e kohës në këto momente domethënë që s'do të keni mundësi që të bëni punët që duhet të bëni. Pra të hiqni nga jeta juaj gjërat që janë negative, të kuptoni, të perceptoni se cilat janë gjërat që kanë vlera. Këto nuk e bëni dot nëse nuk keni fuqi fizike. Pra, prandaj jeni të kujdesshëm në lidhje me anën fizike, është shumë e rëndësishme. Ndërkohë që të gjitha investimet që keni bërë deri në këto momente, borxhet që keni dhënë në disa raste, këto arrin që të shikoni se cilat do t'i merrni, cilat do të merrni mbrapsht, domethënë, që edhe kjo është e rëndësishme, edhe fal kësaj mund të edhe të rregulloni atë buxhet që ju ka ngelur ose të dini se ku të investoni. Në këto momente që të bëni investime ose të merrni riskje, me më të themi, të panevojshme, është e pakëshillueshme. Çdo gjë që e bëni duhet të jetë e llogaritur shumë mirë dhe mundësisht diçka që e njihni, jo diçka që nuk e keni shumë të sigurt. Pra, riskjet në këto momente, shkurt më mbetën, nuk këshillohen. Dhe për sa i përket marrëdhënieve sentimentale, jemi në një fazë ku të gjithë ne duam të krijojmë diçka, është e vlefshme edhe për ju, kemi një pasion shumë të lartë sepse kemi shumë vendosje tek shenja juaj, pra tek shenja e dashit. Kjo automatikisht na bën që të duam të jemi në një lidhje, por në këto momente fokusimi kryesor është tema që sa përmenda, pra stabilitet ekonomik, gjëra që preken. Për një lidhje aktuale është një rregullim i dukshëm, por për të krijuar diçka të re, unë personalisht nuk do të këshilloj të humbisni kohë sepse është një risk në këto momente. Shenja e demit. Shenja e demit ka ndikime më të fuqishëm. Është jeni të ndikuar më të them të shëndeti fizik, jeni shumë të ndikuar te bota juaj e brendshme, dalja në sipërfaqe e personave të cilët deri në këto momente vërtet kanë lëvizur ujin në rrogoz, domethënë që nuk e keni kuptuar dhe e kanë dëmtuar vërtet shumë. Këta janë persona në përgjithësi që vijnë nga vendi juaj i punës ose persona që vërtet keni besim të verbër, pra të cilët mund të keni njohur për një periudhë shumë të gjatë. Kjo është edhe pika e cila bëhet pak shumë e dhimbshme sepse do të kuptoni që deri në këto momente mund të jeni plagosur se të jetë futur thika në kurriz nga njerëz të cilët keni ndërtuar jetën, mbi të cilët keni ndërtuar jetën tuaj, pra. Cilëdoj shoqëria juaj do të jetë detyruar që të keni një pastrim të mirë. Marrëdhëniet personale janë të detyruar që të keni një pastrim të mirë. Të rifokusohemi tek gjërat të cilat janë të shëndetshme në këtë moment është shumë e rëndësishme. Të fokusohemi tek trupi jon, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Duke qenë se në këto momente të jemi të shëndetshëm fizikisht është kapital për të gjitha shenjat, po sidomos për ju. Nëse se kemi fuqi që të bëjmë gjërat që duhet të bëjmë, për ju domethënë një rritje shumë e madhe nga ana ekonomike, sepse kemi komplet riperceptimin e jetës, keni komplet ndryshimin e identitetit në mënyrë se si e shikoni jetën, pra. Kjo domethënë që stabiliteti ekonomik vjen vetëm nëse ju keni fuqi fizike për ta bërë këtë dhe për të zgjedhur gjërat që janë të rëndësishme. Që të hiqni nga jeta juaj gjërat që janë të padobishme është kusht, nuk mundeni t'i mbani në jetën tuaj. Dhe mbi të gjitha, në lidhje me marrëdhëniet personale, të cilët nuk bëhet fjalë thjesht për lidhje sentimentale, bëhet fjalë për të gjitha llojet e marrëdhënieve personale, në këto momente vërtet do t'ju këshilloj që të jeni me sy hapur. Dhe në qoftë se ju vetë jeni person i cili pak a shumë i shndërron në lidhjet tuaja në toksike sepse keni atë nevojën për të qenë patjetër brenda një lidhje ose keni frikë, jeni vetëm në një farë mënyrë, do t'ju këshilloj që të rishikoni edhe një herë mënyrën se si lidheni me njerëzit ose si trajtoni marrëdhëniet në jetën tuaj, sepse ka ardhur momenti që të mund të ndërtoni të gjitha lidhjet tuaja në mënyrë më të shëndetshme, por kjo nuk mund të bëhet nëse se ju keni frikë që të jeni vetëm, prandaj të mbani në jetën tuaj persona toksik, ose ju bëni toksik thjesht për t'ju ngjitur diku, domethënë. Është e vlefshme për të dyja palët, pra. Shenja e demit ka një ndryshim kolosal në këto momente. Do apo s'do ka ndryshimin kolosal në këto momente. Ky ndryshim në të vërtetë po bëhet në mënyrë që ju të jeni të shëndetshëm, por ju jeni pa kokë forte të dëshironi që të riqëndroni në statusin quo, gjë që nuk ju lejohet në këto momente, prandaj thjesht do humbisni kohë, thjesht do humbisni energjinë nëse mundoni që të mbani atë çfarë keni, ta kapni me zor për atë çfarë keni. Ndryshimet për sa i përket fizikut janë edhe këto pak a shumë bijnë automatikisht, prandaj edhe mund të kemi shumë persona tek shenja e demit në këto momente që duan të ndryshojnë. Qoftë vendi ku jetoni, qoftë apariencën tuaj. Është diçka që do t'ju këshilloja, por nëse dëshironi që të bëni ndryshime
domethënë ose ndërhyrje estetike, kjo është diçka që do t'ja këshilloja më tepër pas hënës së re, pra duke filluar nga java tjetër, duke qenë se atëherë edhe Venusi do të ketë kaluar tek shenja e Gafores, dhe kur Venusi është tek shenja e Gafores ndihet më mirë, ndihet më butë dhe ndërhyrje që mund të bëni, pra mund t'i kaloni më shpejt ato si stat të shërimi. Në lidhje me të ardhurat materiale, jeni një nga shenjat që keni mundësisht të shumta në këtë moment, por përsis kushti vetëm është që t'jeni mirë fizikisht, nëse jeni mirë fizikisht dhe psikologjikisht, dhe kjo është shumë e rëndësishme, keni mundësi që të bëni gjithçka, të rriteni në karrierë, të krijoni lidhje të shëndetshme, të ndryshoni dinamikat që keni brenda familjes, të gjitha këto mundeni të bëni nëse jeni ju në maksimumin ose në kapacitet të plot. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve është një hënë pak e rrezikshme. Kemi 3 vendosje shumë të rëndësishme që janë tek shenja e demit, që domethënë janë në një pikë që ne nuk e perceptojmë dot, pak më tepër që domethënë prekin në mënyrë të dukshme edhe shëndetin ton psikologjik edhe atë fizik, po sidomos anën psikologjike ne prekin shumë, krijojnë fare rëndese. Kemi futjen pak a shumë në atë psikologjinë e viktimës në këto moment, edhe pse nuk jeni fare ashtu. Kjo, sidomos rikthimin e disa mendimeve ose traumave, në disa raste të disa cikleve brenda vetes, për gjithmonë toksike, traumatike, të cilat mund të mos I keni mbyllur ashtu siç ju mendoni, mos e ishin të mbyllur komplet. Mund të rihapen ose t'ju kujtohen nga një situatë e vogël në disa raste, po thjesht të riktheheni në atë pozicion ose në atë njëjta ndjesi dhe si regoj pak a shumë të ngrini, të mos keni fuqi që të reagoni pra. Është një hënë shumë e fuqishme për ju, është një ndër ndikimet më të fuqishme që do të keni gjatë këtij viti. Pak më tepër që është në ndikimin edhe të Mërkurit, sepse Mërkuri do të jetë I mbuluar nga hëna dhe dielli, që domethënë ndikimi I tij është pak I fshehur, kjo domethënë që edhe mendjet tuaj nuk mund ta përdorni ashtu siç duhet. Idet, zgjidhjet ju vijnë më vonë. Kjo bëhet shumë problematike, sidomos në marrëdhëniet personale, sepse keq kuptoni shumë njerëzit që keni rreth rrot, mund t'ju ngjelet edhe hatri, sepse në disa momente mund të duket sikur njerëzit ja u kanë pak me të keq, ose në disa raste sikur nuk ju duan. Prandaj, për ju, këshilla më e rëndësishme që do të jetë është që të fokusoheni tek gjërat që I shikoni qartë në këto momente. Për gjëra që nuk jeni të sigurt, ose siç e thash që thjesht është e ndjesia nga brenda, nuk jeni të sigurt, se nuk është se ju kanë thënë që të qartë persona përballë, të këshilloja që të flisni hapur, nëse se ndjeni të nevojshme, ose thjesht kujtoni veten tuaj që ndoshta nuk është vërtet ashtu. Është një situatë që do të shfaqet, do ta kuptoni më vonë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Në këto momente që të mbani moralin të lartë, pra ka shumë rëndësi dhe nëse ndjeni veten tuaj që rikthehen tek ato traumat e të shkuarës, do të këshilloj me ngrymë që të kërkoni ndihmë. Ndihmë profesionale sa më mirë, po edhe nëse keni persona të besuar në këto momente në jetën tuaj, do të këshilloj që të drejtoheni tek ata. Këta persona në përgjithësi mund të jenë tek shoqëria juaj. Por, këta janë persona që I kanë vërtetuar veten e tyre, persona nga shoqëria juaj tek të cilët keni pasur dyshime, ose që nuk e dini se ku qëndroni, nuk e dini se sa ju vlerësojnë, pra do t'ju këshilloj që të qëndroni larg, sepse kjo situatë mund të zmadhojë edhe më tepër, kjo ndjenja e dyshimit, e pasigurisë brenda vetes që nuk jeni të vlerësuar për ashtu siç duhet, mund të zmadhojë edhe më tepër. Të gjitha këto shprehen pothuajse automatikisht në shëndetin fizik. Kjo trysni pra që ndihet në anën psikologjike dhe shpirtërore përkthehet pothuajse automatikisht në jetën e përditshme. Prandaj dhe ndikoheni. Ndikimi më të madh, duke qenë se është pjesa e fytit dhe mushkrit preken nga kjo hënë e re, domethënë që ju mund të prekeni vërtet shumë, mund të keni vështirësi për të folur, për të komunikuar, sepse siç e thash Mërkuri është I mbuluar nga hëna dhe dielli, kjo domethënë që është I fshehur, pra nuk keni fuqi që të shpreheni, ose ndoshta nuk artikuloheni ashtu siç duhet. Fati I madh është se në qoftë se thjesht jeni të qetë, keni mundësinë që ta bëni këtë. Pse? Sepse Venusi është I vendosur në këto momente tek shenja juaj dhe mbi të gjitha mund të ndryshojë vend me Mërkurin. Pra, nëse se thjesht ndjeni mirë në lëkurën tuaj, keni dhe aftësi të mira për të komunikuar, për të artikuluar. Prandaj dhe
që ti kaloni shumë thjesht këtë si moment, po ju jap thjesht një trik, do t'ju këshilloj që të visheni bukur. Nëse visheni bukur, ndjeni bukur, pra, atëherë do ta keni shumë më të thjeshtë gjitha problemet që dalin në këto momente përpara. Edhe ky vetbesimi i ulët që mund të keni do të ngrihet pothuajse automatikisht, do ta keni shumë më të thjeshtë edhe të artikuloni dhe të kërkoni ndihmë nëse ju nevojitet. Po e them, është shumë e thjeshtë për të bërë. Në lidhje me çështje sentimentale, ju jeni një ndër shenjat që ndikojnë më tepër, shenja binjake është një që ndikohet në këto momente, sepse është Venusi i vendosur tek ju, dhe pak më tepër në lidhje me çështje sentimentale, për shembull është komplet e kundërta. Ndërkohë që për çështjet e shoqërisë ose në marrëdhënie të tjera, domethënë mund të jeni pak më pikpyetje dhe të keni dyshime për vlerën tuaj, tek shenjat e çështjes sentimentale, tek marrëdhëniet e zemrës, pra, është komplet e kundërta, jeni shumë të qartë dhe pak më tepër, edhe partnerët tuaj janë më dashamirës në këtë moment ose ju mbështesin më tepër. Shenja e gaforës është një hanë e re, detyrim shenja e gaforës ndikohet shumë, çdo cikël i hanës i gaforën e ndikon. Fati mirë, mund të them disi, është se kemi shumë vendosje të cilat janë në kënde pozitive me Jupiterin që është i vendosur në këto momente tek shenja e gaforës. Por kemi një problem shumë të rëndësishëm, i njëjti Jupiter është në kënd negativ me Erisin të cilin e përmenda në fillim, që është i vendosur tek shenja e dashit. Kjo për shenjën e gaforës do të thotë probleme të rëndësishme në karrierë. Pak a shumë persona të cilët i pengojnë, nxjerrin pengesa reale për rritjen e tyre në karrierë. Prandaj dhe shenja e gaforës e ka pak të vështirë këtë ëndër. Duhet të jemi shumë vigjilent ndaj gjithkujt, sidomos personave brenda kolektivit ose që kanë në një farë mënyrë të bëjnë me punën tonë. Për gjithë ata që nuk janë një kolektiv të madh, pra mund të jenë edhe klientët në disa raste. Në këtë moment për shenjën e gaforës të jemi vigjilent është shumë e rëndësishme. Ndërkohë që ndikimet pozitive i kemi për disa arsye. Një, siç e përmenda, Hëna dhe Dielli kanë kënd pozitiv me të njëjtin Jupiter. Hëna është një vendosje pozitive ose benefike dhe Jupiteri po ashtu. Për këtë arsye për ju do më thënë që ndikimi më i madh pozitiv në këtë moment vjen nga shoqëria, ose më të themi bëni një figurë që bini pak më tepër në sy në rrjetin shoqëror. Kjo më thot edhe në lidhje me organizatat ose në disa raste mund të bëhen edhe persona që gjeni zgjidhje në grupime të ndryshme të cilat ju bëjnë pak a shumë të famshëm. Nuk mund të them që bëni të famshëm që dini në televizor, domethënë. Bëni pak a shumë me emër, bini më në sy në këto momente dhe si edhe keni edhe më tepër aftësi për të bërë të suksesshëm, që mund të përkthehet shumë thjesht edhe në të ardhur materiale të mira. Por kjo hënë e re për shenjën e gaforës është hapja e periudhës që do të ndikohet shumë herë më tepër kur të kemi eklipsin e diellit në gusht. Prandaj dhe do me thënë që do të jemi shumë të vëmendshëm në çdo hap që hedhim, çdo hap të ri që hedhim në këtë moment dhe në çdo cikël që mbyllim. Pse? Në qoftë se e hedhim një hap të gabuar, detyrimisht do ta kemi shumë më të vështirë që ta mirëmbajmë ose nëse do të na duhet të kthehemi mbrapsht, do të harxojmë energji për të shumë të madhe. Këtu bëhet fjalë për karrierën, më tepër, në lidhje me karrierën, sepse kjo është një tema që ndikohet më tepër. Ndërkohë që për sa i përket cikleve që po mbyllim në këto moment, sepse ka shumë cikle që po mbyllen në këto moment të shenjën e gaforës, në lidhje me këto do të jemi të vëmendshëm që i kemi mbyllur ashtu siç duhet. Sepse në qoftë se nuk i kemi mbyllur ashtu siç duhet, kjo do të thënë që është një plagë e cila mund të infektohet nga brenda dhe si rrjedhoj të na dëmtojë ose të na helmojë më vonë. Prandaj, që e kemi mbyllur 100% ose që nuk ishte infektuar para se ta mbyllim, duhet të jemi të sigurt pra. Çfarë do të them me këtë? Nëse është një shoqëri, po marrëdhënie shumë, sepse në përgjithësi do të preket shoqëria nga kjo. Kjo do të thënë që duhet të jemi 100% të sigurt që kjo shoqëri nuk është më funksionale, ose që jemi sqaruar përpara se të ndajmë rrugët, pra. Në mënyrë që më vonë të mos rikthehemi të njëjtave tema ose në disa raste të mos marrim vesh më vonë që ka bërë tash e them për shembull X ose Y person për ne dhe si rrjedhoj të na dëmtoj në lidhje me karrierën tonë gjithmonë. Çdo moment, çdo gjë në këto momente, më të themi, na çon drejt karrierës, suksesit që kemi ose në disa raste vonesave apo dështimeve që kemi këtu.
Prandaj shenja e gaforës në këtë moment e vërtet që do të këshilloj që të jeni shumë vigjilent, të fokusoheni tek gjërat që në këto momente janë funksionale dhe mbi të gjitha që i keni pak a shumë të qartë se çfarë duhet të bëni. Nëse nuk e keni të qartë, ti qartësoni. Sepse çdo gjë që lihet për gjysmë ose që nuk është 100% e sigurt, vërtet që mund të infektohet, përse që tash mund të bëhet burim shumë më i madh problemesh. Për atë çfarë konsumojmë në këto momente shenja e gaforës do të jetë 100% e kujdesshme, duke qenë se preken shumë sëmundjet që kanë të bëjnë lidhje me diabetin. Dhe shenja e gaforës, domethënë stomaku, pra konsumi i tepërt i ëmbëlsirave për shembull na dëmton në këto momente, ushqim imunitetin, madje mund të prek shumë edhe mikrobiologjinë e zorëve, si dhe të kemi probleme të dukshme në shëndetin, në sistemin imunitar, pra duhet jemi shumë të kujdesshëm. Shenja e luanit është një shenjë fikse edhe kjo, prandaj edhe ka ndikime shumë të fuqishme. Ndonse nuk kemi vendosur tek shenja e luanit, kemi vendosur tek shenja ujore që është përballë me ju. Për fat të mirë është se nuk ka kënde negative me asnjë vendosje të shenja e demit, pra sepse normalisht mund të kishte. Prandaj edhe në këtë rast ndikimet për ju janë më të zbutura. Por aty ku do të prekeni më shumë janë probleme në lidhje me daljen e shtetit, në lidhje me dokumentet i kemi, madje mund të përballeni edhe ose të merrni vesh se kush ja ka punuar përpara krave që të ketë penguar në lidhje me një trajnim ose në lidhje me një avancim në karrierë, dhe si rrjedhoj të keni përçarje ose mosmarrveshje brenda kolektivit, në disa raste edhe me vëllezërit dhe me motrat tuaj. Ndërkohë që ndikimi më dominant që ka kjo hanë e re, faktikisht është ndarë në dy siç po vjen re, sepse është edhe dashja dhe demi që janë shumë të ndikuar, por ndikimi më dominant është në lidhje me karrierën. Keni aftësi shumë më të mëdha konjektive ju në këto momente, shenja e luanit, arrin që perceptoni shumë mirë se cilat shujë duhet të ndiqni në lidhje me karrierën. Problemi është se nuk është aq e thjeshtë, sepse e perceptoni domethënë se mundeni ta bëni. Në mënyrë që ta bëni, duhet që të përdorni elementet që keni në këto momente në duart tuaja. Shoqëria është shumë efikase. Nëse e përdorni shoqërinë ashtu siç duhet, do të mund të gjeni rrugë edhe që ju në të vërtetë nuk i perceptoni mirë. Ndërkohë që nga ana tjetër, për sa i përket marrëdhënieve personale, ky është një ndër ndikimet më pozitive që keni në këto momente. Duke qenë se Urani pak a shumë ju nxit që të fokusoheni edhe te kjo temë, që të fokusoheni për zgjidhjen e problemeve brenda marrëdhënieve nëse janë ekzistuese, ose të fokusoheni për të gjetur një partner i cili është i përshtatshëm për ju. Dhe pak më tepër ju ul egon, ju rref, domethënë nëse jeni egoist në këto momente ose nëse keni një ego të lartë ose arrogancë. Prandaj dhe është një ndikim pozitiv në të vërtetë në lidhje me këto tematika, por përsëris fokusimi kryesor në këto momente duhet ta keni tek karriera. Jeni pak të shpërndar, pra, shpërndani sa ndaj këtij, prandaj edhe nëse nuk fokusohen tek karriera, mundësitë që mund të keni në këto momente, sidomos në lidhje me heqjen e pengesave që kanë të bëjnë me karrierën, mund t'ju mbisni, prandaj do të këshilloj që të fokusoheni pak më tepër këtu. Në lidhje me shëndetin në këto momente shenja e luanit ka ndikime shumë të fuqishme. Është një nga shenjat që ndikohet më tepër sepse vjen pak a shumë papritur, nuk e pret domethënë që të ndikohet. Kjo në përgjithësi janë sëmundje të cilat prekin komplet enët e gjakut, që mund të thotë një infeksion i vogël, si një prerje e vogël, mund të thotë edhe infeksione shumë të mëdha, si rrjedhoj shpërndarjen e komplet atij helmit pak a shumë në gjak, shumë shpejt. Për këtë arsye, shenja e luanit vërtet me këmbgulje, do t'ju këshilloja që t'jeni shumë të vëmendshëm në qoftë se keni një prerje ose një pickim dhe nuk jeni të sigurt pra se ku ka ndodhur, të shkoni patjetër te doktori sepse është diçka që nuk duhet marrë me seriozitet. Dhe për sa i përket personave që kanë probleme me zemrën, automatikisht do të jeni të vëmendshëm sepse kjo hanë e re ka dhe një dominancë shumë të madhe të elementit të zjarrit që përjot domethënë dhe probleme në rrugët kardiovaskulare. Shenja e virgjëreshës. Atëherë për shenjën e virgjëreshës po them mirë si fillim ndikimin që e keni të vështirë, puna që është e vështirë është ndarja, si e pronave, po ashtu edhe në disa raste e divorceve. Mbarimi i cikleve karmike është pak a shumë po japin jetë, domethënë po mbarojnë, po ju lodhin.
sidomos për tematika që kanë të bëjnë me marrëdhënie sentimentale ose personat me të cilët keni ndërtuar diçka, domethënë mund të jetë partner biznesi për këtë arsye. Këto janë tematika të cilat juve ju bëjnë në këtë moment që të rriteni, duhet të rriteni, të tek kaloni, por për të gjithë ata që nuk kanë marrë mësimet e nevojshme, që ju duhet të vrapojnë në këtë moment, është shumë e vështirë si moment. Mund të kemi përçarje të cilat vijnë nëpërmjet shoqërisë. Pra, pak a shumë ju nxit shoqëria në rrugën e gabuar dhe kjo mund të thotë për ju humbje të mëdha nga ana ekonomike, nëse dëgjoni pra, që t'jeni të vetëdijshëm për këtë arsye në çdo veprim që bëni, është shumë e këshillueshme. A do të kemi drejtësi si përfundim, për të më tepër për drejtësi njerëzore? Po dhe jo, për ju domethënë, është diçka që mund ta ndërtoni vetëm ju, është në dorën tuaj, pra nuk mund të prisni që të kemi një farë drejtësie hyjnore se të vijnë nga të tjerët, duhet të jeni ju të aftë që të zgjidhni rrugën që duhet të ecni. Kjo bëhet qartë në lidhje me ndarjen e pronave së të ardhur materiale, pra siç e përmend, ose në mbarimin e disa lidhjeve. Për të gjithë personat të cilët nuk janë të lumtur brenda lidhjes së tyre, kjo është një moment ideal në të vërtetë, edhe pse mund të duket pak i dhimbshëm, faktikisht në qoftë se ka qenë një lidhje gjatë dhe toksike, një ndarje në këto momente do më thënë shërimi plot juaj dhe shumë më përshpejtuar nga çfarë mund të mendoni, si rrjedhoj të futeni komplet në rrugën tuaj dhe të jeni shumë më të suksesshëm. Suksesi më të madh që ju keni në këto momente në të vërtetë është në karrierë, sepse është një proces i cili ka filluar, ka kohë që ka filluar, keni hedhur hapat shumë të rëndësishëm, e dini apo se dini këtë së gjë, dhe pak më tepër që do të vazhdoni që të futeni në këtë rrugë, të jeni në këtë rrugë edhe për 7 vitet në vazhdim. Pra nuk është një proces që filloi dhe mbaroi tani, por në qoftë se keni një barë të rëndë në kurrë, siç është një lidhje toksike për shembull, do ta keni shumë më të vështirë që ta avanconi përpara. Normalisht që kjo nuk do të thënë vetëm lidhje toksike me partner për brenda martesave, mund të thotë edhe marrëdhënie toksike në ambientin ku jetoni, pra si edhe me familjarët tuaj. Prandaj dhe gjatë kësaj periudhe do t'i këshilloj që të rishikoni edhe një herë dhe të krijoni distancën e shëndetshme. Ndërkohë që keni dhe mundësi që të bëni këtë. Pse? Sepse kemi një hënë të re, që është kjo të shenja demit, pra, e cila ju bën që të perceptoni shumë ku i keni kushtëzimet tuaja, fanatizmat, aty mësimet që keni marrë, se kushtëzime më themi që keni marrë nga shoqëria, prandaj dhe ose më themi nga familja më tepër, prandaj dhe në qoftë se dëshironi mund të ishni shumë thjesht, pra. E vetmja arsye që i mbani aty sepse ju doni t'i mbani, dhe e vetmja arsye që me këtë rast pra po keni pengesë dhe vonesa në jetën tuaj sepse ju po i mbani aty. Ndërkohë që nëse i lejoni gjërat që nuk janë funksionale të ikin nga jeta juaj, gjërat e pashëndetshme të ikin nga jeta juaj, atëherë do keni shumë më të thjeshtë. Zhvillimi më të madh vërtet do ta kemi sepse bëni persona shumë më të gjerë, diapazone shumë më të gjerë dhe të përdorni çdo element që keni në jetën tuaj, mund ta përdorni në avantazhin tuaj tashmë. Pak më tepër që ndonse Mërkuri për shembull është në takim dhe është i fshehur nga dielli dhe nga hëna, pra është në okluzion, pavarësisht kësaj, duke qenë se është në kënd pozitiv me ju, e keni aftësinë që ta përdorni në maksimum, pra mendjen tuaj, intelektin tuaj, është diçka pozitive për këtë arsye. Janë disa raste gjëra që kanë qenë të fshehura mund të dalin më thjesht në sipërfaqe për ju. Në lidhje me shëndetin jemi të ndikuar të gjithë, pak a shumë kemi ndikime siç e kishte shenja G-Forest. Pra për çdo problem që ose më mund të preket shumë sistemi i tretës, si rrjedhoj se çfarë konsumoni në këtë moment e ka shumë rëndësi të qëndrojmë larg sheqerit, është e rëndësishme. Shenja e peshores. Shenja e peshores ka ndikime të bukura në këtë moment, por kjo hënë e re, të themi të vërtetën, jo dash. Kemi rrugëzidhje sepse ju në rast rreziku ose kur është arrini në momentin e fundit, domethënë që nuk keni rrugdalje tjetër, pak a shumë e kuptoni në mënyrë intuitive dhe e zgjidhni shumë thjesht, domethënë atë gjën, por kjo për ju domethënë një energji vërtet shumë e madhe, domethënë një shkarkim shumë i madh energjetik, gjë që nuk do t'ju këshilloja. Ajo çfarë do t'ju këshilloja do të ishte që t'jeni të programuar. Në këto momente, duke qenë se kjo hënë e re do të ndodhë tek shtëpia juaj e jetës së përditshme, e rutinës, në disa edhe në lidhje me kolektivin apo punën, në mënyrë se si e bëni, pra si e organizoni jetën tuaj të përditshme, kjo do të thënë që në këto momente faktikisht e keni këtë si aftësi. Pak më tepër që dhe Mërkuri është i vendosur këtu. Që do të thënë,
Kur Merkuri vendoset tek kjo si shenjë, do të thotë që jemi shumë më të kemi shumë më të thjeshtë të përdorim anën tonë logjike, duke qenë se kemi aftësinë që në këto momente të krijojmë një farë rutine të shëndetshme. Jemi në momentin që logjikën tonë e përdorim ashtu siç duhet. Pak më tepër që edhe Venusi ka një kënd pozitiv me ju, i cili është vendosur në këto momente tek shenja e binjakëve. Kjo do të thotë që në qoftë se ju filloni dhe programoni gradualisht deri tek ana e re, që është ditën e shtunë, në të vërtetë të gjitha problemet që mund të dalin mund të anashkaloni shumë thjesht. Por, nëse i lini për momentin e fundit, pikat ku do të ndikojnë më shumë është në lidhje me ndarjen e pronave të përbashkëta. Këtu vërtet keni probleme. Në lidhje me vlerat materiale, edhe këtu keni probleme. Jo sepse nuk keni aftësi për të bërë këto si gjëra, thjesht sepse nëse nuk keni të organizuar, siç e thash, energjia mund të duhet të harxhoni gjithë energjinë tuaj në një moment, vetëm në një moment, dhe si nuk ngjelet më gjë për të bërë gjërat e tjera pra. Ndërkohë që nëse jeni më të programuar, keni shumë më të thjeshtë, edhe nëse ju deni për një problem përpara, të krijoni një farë drejtësie dhe ju vetë, siç e kishte të shenja e Virgjëreshës. Ndikime më të mëdha, nëse se e bëjmë planifikim, pra do t'i kemi në lidhje me të ardhurat materiale, duke qenë se faktikisht nëpërmjet bashkëpunimeve të mira ose nëpërmjet heqjes dorë nga gjërat të cilat nuk janë funksionale, pra fokus tek ndarja e shapit nga sheqeri për pak a shumë jetën tonë, kemi mundësi shumë më të mëdha që të jemi suksesshëm në karrierë në këto momente. Prandaj dhe duke qenë se kemi një rritje pothuajse automatike në karrierë, do të thonë që kemi dhe të ardhur materiale të mira. Kemi pasur fatin e mirë që hana e plot që ishte tek shenja e Akrepit na bëri që të kuptonim se cilat janë vlerat e gjërave, të çfarëdo lloje, si të marrëdhënieve personale, po ashtu edhe të objekteve pra në disa raste ose të materjes. Prandaj dhe për ju, do me thënë që në këto momente keni shumë të thjeshtë të ishni nga jeta juaj gjëra që nuk janë funksionale, të bëni një plan të qartë dhe të aplikoni atë deri tek hana e re. Ndërkohë që hana e re për ju do të thonë fillimi i një cikli të ri. Mbyllja e një cikli karmik, nëpërmjet programimit që po bëni në këto momente, do të keni dhe energjinë e nevojshme që të filloni diçka të re menjëherë pas hanës së re pra, dhe falë kësaj do të mund të ndërtoni edhe një jetë shumë më tepër stabil, me tepër stabilitet ekonomik pra. Për sa i përket rritjes në karrierë, por përsëris është një nga periudhat më ideale për ju. Kemi veç një ndikim i cili nuk është shumë i këndshëm, që ka të bëjë në lidhje me marrëdhëniet personale brenda çiftit. Kemi dalje në skenë të personave që janë munduar që të përçajnë, që të bëjnë që të ndaheni nga partneri ose partnerja juaj. Prandaj dhe gjatë kësaj periudhe do të këshilloja që të jeni të qetë, të vëzhgoni mirë personat, çfarë thonë dhe pse ja u thonë, dhe të mos reagoni kundrejt partnerëve tuaj, sepse nëse e lodhni lidhjen tuaj në këto momente, bëhet shumë problematike. Atëherë kjo hënë e re do të ndodhë përballë me ju, kur një hënë e re ndodh përballë me ne, ndikimi më i rëndësishëm është marrëdhëniet personale dhe preken vërtet shumë. Duke qenë se kemi edhe shumë vendosje tek shenja e dashit, pak më tepër kemi edhe një iris të vendosur këtu, do të thonë që përçarjet më të mëdha në këto momente vijnë një ose brenda kolektivit, ose vijnë brenda trupit tonë. Pra pak a shumë trupi jonë na traton. Kjo është edhe arsyeja që vërtet do të këshilloj që të jeni shumë të vëmendshëm mirë si fillim në lidhje me shëndetin fizik. Pastaj kalojmë tek temat e tjera. Në këto momente që të fillojmë të hapim një biznes, për shembull, për shenjën e Akrepit, unë personalisht nuk do ta këshilloja. Pas hënës së re do të jenë qartësuar shumë gjëra, prandaj dhe mund të veprojmë. Ndërkohë që në këto momente kemi shumë elemente që nuk i dim, janë të fshehura, dhe që ti perceptojmë çdo gjë të saktë ka rëndësi, sepse nga kjo hënë e re vërtet që mund të kemi dëme të konsiderueshme nga ana materiale. Shenja e Akrepit nga kjo hënë e re ka dy ndikime shumë të fuqishme. Pra, një shëndeti fizik, humbje materiale nëse nuk kemi të vëmendshëm dhe nëse marrim risje të panevojshme për të filluar diçka të re në këto momente, dhe marrëdhëniet personale. Këtu kemi mbylljen e një periudhe ku ne nuk kemi pasur lidhje, ose kemi qenë në një lidhje e cila ka qenë problematike, ose mbylljen në një periudhë ku kemi qenë beqar, pra fillimin e diçka të re. Të gjitha këto janë si rezultati i punës që ne kemi bërë me veten tonë. Për shenja e Akrepit në këto momente që të krijojë diçka të shëndetshme, duhet të ketë punuar me veten tij. Nëse nuk keni punuar me veten tuaj, bëhet një periudhë shumë e lodhshme.
Gjithsesi, të gjitha këto që përmendet do të ndodhen, por bëhen me shumë mundim. Probleme shumë të rëndësishme me familjen tuaj, bëhen probleme shumë të rëndësishme edhe brenda karrierës, sepse stabiliteti që duhet në këto momente për të përqendruar tek marrëdhëniet personale nuk ekziston. Ose mund të prishet nga që ne nuk ndjehemi mirë, pra nuk investohemi ose nuk punojmë aq sa duhet edhe në karrierë edhe në lidhje me familjen tonë. Prandaj edhe vërtet që në këto momente është shumë e rëndësishme që ne të jemi të vetëdijshëm për çdo hap që hedhim. Marrëdhëniet e reja që do të fillojnë në këto momente do të këshilloja që të jemi shumë të vëmendshëm, të marrim shtruar gjërat. Në qoftë se marrim nxitim, pra marrim risje të panevojshme edhe në pikpamjen e marrëdhënieve personale, do të ndërtohen në themele të lëvizshme që nuk janë shumë stabil, prandaj dhe në probleme më të vogël mund të shkatërrohen. Ndërkohë që nëse jemi të vëmendshëm, i krijojmë në themele të shëndoshta, të gjitha lidhjet mund të mbijetojnë. Përsa i përket personave që janë brenda një lidhje dhe duan që të martohen, është një moment ideal, ndërkohë që të gjithë ata që janë brenda një lidhje toksike, nëse nuk e kanë kuptuar këtë si gjë nga hëna e plotë që ishte tek shenja juaj, që ishte në datën 1 maj pra, do ta kuptoni shumë shpejt. Dhe e keni për detyrë, sepse do t'ju detyroj sistemi që të hiqni dorë, ose nga egoja juaj dhe të merrni përsipër që ta rregulloni këtë si lidhje, ose që ta mbaroni këtë si lidhje, sepse në statusin quo, pra diçka toksike nuk mund të mbijetojë më. Në qoftë se ju vazhdoni që të më t'jepni energji diçka që nuk është funksionale, vërtet që do të shkaktoni dëme të rëndësishme në komplet jetën tuaj. Dhe do të preket edhe suksesi që keni në karrierë, do të preket edhe familja juaj, do të preket edhe stabiliteti ekonomik, sepse janë të gjitha automatikisht të varura nga njëra tjetra. Nëse dëshironi të zhvendoseni, edhe për ju është një moment ideal. Në të vërtetë, për shenjën e Akrepit, ky është një ndër momentet më ideale. Pra nëse doni të bëni ndryshime, ky është një moment shumë i rëndësishëm, do t'ju këshilloj të bëni, sepse në këto momente çdo ndryshim që bëhet është diçka që mund të na hap rrugë të reja. Pra çdo gjë e re në këto momente në përgjithësi mund të jetë pozitive, një frymë e re pra. Kjo nuk do të thonë që të bëni ndryshime pa i menduar mirë, por përsëri riskjet të panevojshme në këto momente janë helm. Por ato që janë të kontrolluara, që e dini, keni kohë që i planifikoni, por kishit frikë për shkak që t'i bëni, po prisni momentin e dur, në thonjza, është momenti i dur, mund t'i bëni. Ndryshime në lidhje me paraqitjen është pak a shumë si ishte tek shenja Demi, do t'i këshilloja pas hënës së re. Ndërkohë që probleme më të rëndësishme që kemi tek shëndeti, për ju probleme më rëndësishme vërtet që mund të jetë infeksione të ndryshme që kemi tek rrugët seksuale. Për fat të keq vazhdojmë që të jemi tek një tematika, ose sëmundje që kanë të bëjnë me mitrën ose në disa rast me rrugët me komplet organet gjinetale, pra është një nga problemet më të rëndësishme që kanë në këto momente, shenja e Akrepit. Për të gjithë ata që kanë probleme me hormonet, do të këshilloj me ngumë që të shkoni te doktori, madje nëse nuk keni kohë të gjatë që s'keni bërë check-up ose analiza në lidhje me hormonet, do të këshilloj me ngumë që t'i bëni. Është një moment që mund të kuptohen shumë mirë këto lloj problemesh, pra, dhe të mund të merrni masa më vonë. Shenja e shigjetarit, shigjetari është i rëndësishëm gjatë sehënit të re, arsye që është i rëndësishëm është se kjo hënë e re të vërtet do të ketë ascendentin tek shenja juaj. Prandaj ju prekeni automatikisht. Nuk mund të them që prekeni shumë pozitivisht. Pse po e them këtë? Sepse do të jetë tek një fix ascendenti i cili ndikon në mënyrë negative tek pamja e jashtme. Prandaj edhe që ta ruani veten tuaj është shumë e rëndësishme, cilë të mos bëni ndërhyrje estetike në këto momente ka shumë rëndësi. Në qoftë se është një sëmundje e cila ka temperaturë të lartë, do t'i këshilloja me ngulm që të merrni të masa, mundësisht përdorni ilaçe, të shkoni te doktori pra. Dhe e di, sepse më tha një kushërime që kishte dalë dhe lija në këto momente, prandaj dhe nëse keni diçka të tillë në ambientin rreth rrotull, do të këshilloja që të jeni shumë të vëmendshëm dhe ta merrni seriozisht, sepse mund të shkaktojë vërtet deformime në fytyrë në këto momente. Është vërtet, domethënë ishte një ndikim jo shumë i këndshëm, prandaj dhe doja ta thoja, merrni masa. Ndërkohë që ndikimi i cili është shumë i rëndësishëm, kemi dalje në skenë të problemeve që ju keni pasur në marrëdhënie. Traumat e të shkuarës, dalje në sipërfaqe. Kush ju ka ndarë, që i ka bërë që të ndaheni, më themi, që ka ndikuar që të ndaheni nga lidhja e të shkuarës,
këto lloj tematikash dalin shumë në sipërfaqe në këto momente. Kemi një farë ndikimi edhe tek fëmijët, në qoftë se jeni me fëmijë, por për gjithë ata që nuk janë me fëmijë ose që nuk kanë fëmijë, domethënë që mund të ndikojnë edhe tek vetja juaj, ose më themi problemet që keni pasur që në femëri mund të dalin përsëri në sipërfaqe. Të gjitha këto janë që t'i zgjidhni në të vërtetë për të gjetur një farë shërimi, pra nuk është negative. Po dalin në sipërfaqe dhe bëhet e lodhshme, ndërkohë që kur nëse kuptoni që jeni ndarë nga dikush kot, thjesht sepse jeni mashtruar, manipuluar nga një individ i caktuar, kjo mund të bëhet pak problematike, sepse mund ta ndjeni veten aq fajtor sa mund të doni që të riktheheni në një farë mënyre brenda të njëjtës lidhje. Pse është problematike kjo? Sepse rikthimi tek këto lloj lidhjesh, të cilat kanë mbaruar në një mënyrë ose në një tjetër, në këto momente, bëhet fjalë, është vërtet shumë problematike për ju, sepse do të thotë që rikthehen të njëjta cikleve karmike që mezi mbyllet. Duke qenë se Jupiteri është pikërisht tek shtëpia juaj e karmave, prandaj edhe pak a shumë ju nxit, ju tërheq domosht pak a shumë se karem në këto momente, që thotë hajde hap edhe një herë të njëjtën cikël domethënë. Që do të këshilloj të frenoni veten tuaj. Për sa i përket ndikimit më të rëndësishëm dhe më dominant në të vërtetë është fokusimi tek kthimi i jetës në diçka më praktike. Prandaj edhe mund të hiqni nga jeta juaj shumë gjëra në këto momente, të spastroni shtëpinë, gjithë ato, domethënë rrëmuje që mund ta keni në shtëpi, mund ta ndjeni pak a shumë të nevojshme që ta hiqni nga shtëpia. Po ashtu rregulloni edhe rutinën tuaj. Kjo janë ndjesi që i keni pak a shumë automatike, pak a shumë i kryet trupin nëse rini në një vend domethënë që nuk është i shëndetshëm ose i përshtatshëm, do të këshilloj ta dëgjoni këtë si ndjesi, sepse do t'ju ndihmoj shumë që të qartësoni dhe mendimet tuaja. Në momentin që qartësoni mendimet tuaja, keni aftësi shumë të madhe për të rritur. Kjo rritje në përgjithësi vjen graduale, nuk është se vjen e menjëhershme, por në këto momente shenja e shqyrtarë është një nga shenjat që kanë ndryshime më kolosale. Po gjeni rrugën tuaj, pra. Është një fillimi, ka filluar ky cikël me kalimin e Uranit tek shenja e binjakëve. Kemi ndryshimin e mënyrës se si jetojmë jetën, prandaj dhe automatikisht ndryshon në çdo aspekt të jetës, edhe në karrierë, në lidhje me familjen, dhe kjo hënëre është një moment shumë i rëndësishëm për të hequr nga jeta juaj të gjitha gjërat që keni brenda rutinës, pra që ju harxhojnë kohën kot. E ktheni jetën në diçka më efikase, më praktike pra. Por që t'jeni të kujdesshëm në lidhje me shëndetin, edhe për ju është kusht një lloj siç tek shenja e binjakëve. Tek ju preket shumë lëkura, siç e thash domethënë që në fillim, por mund të preket shumë edhe tek ju, sidomos ata që kanë probleme kronike si me astmet e tjerë, me rrugët e frymarrjes, edhe ato preken. Priciapi është edhe kjo një shenjë që ndikohet shumë. Ndikimi i parë që është negativ, kemi përçarje brenda shtëpisë, marrëdhënie familjare mund të jenë të sfiduara, sidomos në qoftë se një nga palët, sepse kështu ndodh të vërtetë, por nëse një nga palët ka bërë më tepër se çfarë duhet, ose vërtet është shfrytzuar më tepër se çfarë duhet, mund të jeni ju, mund të jenë edhe familjarët tuaj, këto probleme zmadhohen edhe më tepër. Në qoftë se një nga familjarët është pak a shumë lënë i si mënjanuar ose është injoruar, domethënë pavarësisht se mund të ketë pasur probleme, edhe në këto raste mund të kemi probleme të rëndësishme. Brenda familjes mund të çohet edhe në sherrë grindje shumë të mëdha. Si rritoj që të jemi shumë të vëmendshëm në këto momente, në këto marrëdhënie është e rëndësishme. Në qoftë se doni të bëni ndryshime, si ndryshime shtëpie për shembull, por kjo është e varur nga familjarët tuaj, për shembull duhet të shitet një pronë në që të bëhet. Si shembull, atëherë do të këshilloj që të gjeni vërtet rrugën e drejtë, që të mos i hyet në hak askujt, domethënë, dhe nëse janë kushtet ose shembuj që dash pak përpara janë aktive në këto momente, do të këshilloj që juve të merrni iniciativën dhe të krijoni një farë drejtësie brenda shtëpisë. Në këto momente për shenjën e Briciapit kemi një mundësi shumë të madhe që të krijojmë dinamika të shëndetshme, prandaj edhe po e them këtë. Dhe nëse keni pasur dinamika toksike, elmuese brenda banesës, dhe nuk i pastroni ato, vërtet që mund të kemi probleme shumë të rëndësishme edhe në vazhdim, sepse shumica e energjisë do të duhet që ta hidhni aty pra, ta mbani statusin ose të mbani paqen. Ndërkohë që në këto momente kemi aftësinë që ta presim komplet ato pra nga themeli dhe ta ndryshojmë, të kryejmë diçka më të shëndetshme.
Hëna e re që do të jetë tek shenja e demit, pra kjo është një ndër ndikimet pozitive sepse jemi shumë kreativ në të vërtetë, do të thotë një fillim i ri, ne rilindim pak a shumë. Kjo lindje do të thotë edhe lindje e diçka të re, që në disa raste mund të thotë edhe lindje e fëmijëve, ose mund të edhe të dashurohemi me dikë, por është pothuajse automatike për ju, ishte një ndikim pozitiv për mendimin tim. Gjithsesi që të marrim risje të panevojshme nuk është e këshillueshme, asnjëherë s'është e këshillueshme, pak më tepër gjatë sehaneve të re, e cila ka ndikime shumë të mëdha negative nëse nuk kemi të kontrolluar, nuk kemi të vetëdijshëm pra. Por fati mirë se kemi një kreativitet vërtet shumë të lartë dhe jemi shumë praktik në jetën tonë. Ndryshe nga çfarë tek shenja e shigjetare, për shembull, që tani po mësonte se të ishte praktik, por ju e keni një cilësi të mësuar pra edhe munden ta bëni. Në momentin që këto tema që sa përmenda i merrni në dorë dhe i bëni me vetëdije, atëherë keni mundësi shumë të mëdha në këto momente që të ndërtoni një balancë shumë të mirë brenda shtëpisë, të ndërtoni marrëdhënie sentimentale ose të rregulloni marrëdhëniet tuaja aktuale dhe të shndroni diçka pak a shumë një grad më sipër që të jeni edhe në nivelin intelektual, edhe shpirtëror, edhe fizik, domethënë që të jeni në një grad më lart. Dhe të gjitha këto ju bëjnë të ndjeni më të sigurt dhe sigurisht të keni edhe një sukses më të madh në jetë, sepse kjo është baza domethënë e jetës tonë. Në lidhje me shëndetjen, prekeni pika që prekeni më tepër është një lloj si gjithë tek shenja shigjetarit, që prekemi tek lëkura edhe për ju. Vazhdojmë që të prekemi tek mushkërit, sepse është pika që është më ndikuar, plus për ju mund të preket edhe komplet, domethënë për femër më tepër te pjesa e mitrës ose rrugët gjenitale mund të preken edhe për ju, por më pak domethënë se sa ishin pjesa e mushkërive dhe lëkura. Fytyra në disa raste. Për ju kishim edhe një ndikim të tillë, personat që kanë probleme me këmbët, gjunjët, por së mos tek këmbët, do të këshilloj që të jeni shumë të vëmendshëm dhe të mos teproni me aktivitetin fizik që kësaj periudhe. Sepse mund të kishim edhe ndrydhje, domethënë. Shenja e ujorit. Shenja e ujorit në këto momente është faza që është në rritje, por kjo hënë e re duhet jemi shumë të kujdesshëm. Është moment që duhet të bëjmë sy të hapur, domethënë. Kemi probleme të cilat mund të shkaktohen brenda shoqërisë tonë të ngushtë ose me njerëzit tonë më të dashur, me vëllezërit, me motrat. Dhe në qoftë se ne biem pre e manipulimit ose dëgjojmë fjalët e disa personave të cilët nuk e kanë të mirën tonë në zemër, pra vërtet që mund të shkaktojmë dëme të rëndësishme vetes tonë në këtë rast. Kemi një mundësi shumë të madhe në këto momente në të vërtet për të ndërtuar një jetë shumë të begatë. Kjo hënë e re do të jetë ndonse e largët, domethënë, por ka një kënd pozitiv me Plutonin. Në përgjithësi, ky kënd pozitiv do të nxjerrë në skenë disa sfida ose do të krijojë disa sfida që të mund t'i zgjidhni dhe të rregulloni komplet marrëdhëniet që keni me familjarët tuaj, sepse kjo hënë e re po ndodh tek shtëpia juaj, e banesës dhe familjes, dhe fal kësaj mund të krijojë një farë stabiliteti ose më them një renditje të ri, i cili shumë pozitiv edhe në të ardhmen, pra që nuk është thjesht për këto momente, është një investim edhe për të ardhmen tuaj. Ndërkohë që për sa përket çështjeve sentimentale, në këto momente, edhe në këtë pikë, për shembull, çdo gjë që mund të po krijoni në këto momente, nëse i mbani sy të hapur, pra mund të zgjidhni persona të cilët janë shumë të përshtatshëm për ju. Persona të cilët ju ndihmojnë që të rriteni, të jeni të suksesshëm, që ta ndjeni veten mirë, të vlerësuar e të tjerë. Por në qoftë se ju jeni pak a shumë të shpërndar, nuk dini se ku të fokusoheni, nëse lodhni vetëm me gjëra që janë të parëndësishme, nëse bini pre e manipulimeve, siç e përmenda pak më parë, që vijnë nga familja juaj, ose në disa raste nga vëllezërit, nga motrat, nga shoqëria e ngushtë, ose nëpërmjet atyre. Kjo do të thënë që ajo çfarë koha që duhet të investoni për rritjen tuaj, për të gjetur këta persona të cilët ju mbështesin, ju ndihmojnë, ose për të rregulluar dinamikat në këto momente, do të harxhoni me gjëra që janë të pavlefshme. Si rretoj që të hapni syt në këto momente, të fokusoni tek vetja juaj si fillim, dhe pastaj që të keni interesin tuaj dhe të jeni larg pamës, për të shikoni se çfarë do të jetë funksionale edhe për pas 2 vitesh, 3 vitesh, kjo ka rëndësi për ju në këto momente. Do të keni shumë më të thjeshtë që të hiqni nga ose të mos merreni me gjërat që janë të padobishme.
Në lidhje me shëndetin, edhe ju jeni një nga shenjtë që ndikojnë vërtet shumë. Ndikimi më të madh në të vërtet e keni te sistemi nervor. Vazhdojmë që ta kemi këtu, duke qenë se lodheni shumë. Gjërat që po ndodhin në këtë moment janë shumë të fuqishme, shumë dominante. Prandaj edhe sistemi juaj nervor mund të lodhet vërtet shumë derisa mundoj që të gjejë zgjidhje pak a shumë. Si rrethoj që të jeni pak më të qetë, të jepni kohë dhe trupit tuaj që të shplodhet, ka rëndësi dhe që të tokëzoheni ka shumë rëndësi, duke qenë se elementi zjarri do të jetë i lartë që se hanet e re. Vërtet që të hidratohemi është e rëndësishme, por këshilla ime për ju do të ishte vërtet që të udhëtoni ose të jeni afër malit ose në një zonë që është e hapur për që të ketë pemë. Jo det më shumë se sa pemë, domethënë. Keni nevojë për ajër në këtë moment, prandaj diçka e tillë do t'ju këshilloja. Ndikimi më i madh pozitiv për mendimin tim është krijimi i një stabiliteti në këtë moment, krijimi i dinamikave të reja dhe nëse fokusoheni mund të keni një rritje shumë të madhe në karrierë në këtë moment, sepse kemi një krijim të ri shumë të lartë. Ose më të themi, ai lart pamësia që përmenda, do t'ju tregoj dhe rrugës, mund t'i hapi shtigje, më të themi, brenda të cilave mund të merrni dhe një ndim shumë të madhe nga njerëzit që keni rreth rrotull, për të qenë të suksesshëm në karrierë. Në qoftë se doni të filloni një farë tregëtie ose të krijoni diçka tuaj, pra që është tregti, se çfarë do jetë tjetër, do t'ju këshilloj ta bëni pas anës së re, por deri tek ana e re do t'ju këshilloj vërtet që të analizoni mirë situatën, domethënë çfarë doni të bëni. Ti keni të qartë idetë 100% dhe pastaj të veproni. Mund të merr një ndim shumë të madhe në këto momente nga femrat, prandaj dhe në qoftë se doni të merrni qoftë edhe këshilla, do t'ju këshilloj që të drejtoheni tek femrat. Shenja e peshqve. Atëherë, kemi një hënë të re, e cila ka shumë vendosje dominante tek shenja e dashit dhe ajo e demit. Ndërkohë që të gjitha vendosjet në një mënyrë ose në tjetër kanë ndikime pozitive tek shenja e peshqve. Po them mirë si fillim gjërat që duhet jeni shumë të kujdesshëm. Në këto momente mund ta manipuloni veten tuaj për të bërë harxime të panevojshme, ose mund ta manipuloni përsëri veten tuaj që të bëni disa zgjedhje të cilat ju dëmtojnë sidomos nga ana ekonomike. Kjo është sepse mund të keni një vlerësim për veten tuaj të ulët. Për të gjithë personat që e dinë që ka një farë kompleksi, pra në një pikë të caktuar, në këto momente do e këshilloja që të jeni realist, të jeni të sinqertë me veten tuaj dhe ta kapni veten tuaj përpara se të veproni, sepse çdo veprim impulsiv që ka të bëjë me harxime në këto momente ju dëmton vërtet shumë nga ana ekonomike bëhet fjalë. Të gjitha vendimet që mund të merr për të dalë nga puna, për të futur në një punë të re, thjesht për anën materiale, është një moment shumë i gabuar për të bërë zgjedhje të tilla. Pra, duhet të analizoni mirë situatën, të kuptoni se cila është arsye vërtet që dëshironi që ta bëni këtë lloj lëvizje dhe pastaj ta bëni. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, është një nga hënat e reja më pozitive për ju. Duke qenë se kemi një kënd pozitiv të hënës me diellin, me Jupiterin, i cili është i vendosur tek shtëpia e dashurisë dhe e fatit në këto momente, komunikimi për ju në këto momente është shumë efikas. Problemet që mund të keni pasur deri në këto momente sepse nuk dini se si të shprehnit, ose në disa raste mund të kenë qenë nevojshme edhe për partnerin tuaj, sepse nuk ka ditur se si të shprehet, të artikulohet, ose ka pasur frikë se ju mund ta keq kuptoni dhe anasjelltas. Kjo hënë e re do t'ju hapi disa rrugë të reja. Do të arrini që të kuptoni ju veten tuaj më mirë, por kushti është përsëri nëse jeni të sinqertë me veten tuaj, sepse po e bëni diçka, ose pse deri në këto momente keni këmbë ngulur që të mos e zgjidhni atë si problem që është brenda të çiftit. Në qoftë se ju jeni të sinqertë, keni mundësi përsëris që të krijoni lidhje shumë më të shëndetshme në këto momente, të rregulloni të çështjet aktuale dhe mbi të gjitha të krijoni, sepse fjala që ju thoni në këto momente ka një fuqi shumë të madhe manifestuese. Fjala është gjithmonë për në këto momente për ju është super fuqi, vërtet. Në lidhje me shëndetin jemi të prekur të gjithë. Duke qenë se sistemi juaj imunitar është më i ndjeshëm se të gjitha shenjat e tjera, domethënë që mund të ndikojnë vërtet shumë. Kemi përhapjen e sëmundjeve
ose riskun e përhapjes së sëmundjeve që kanë temperaturë të lartë dhe vërtet ju mund të prekin shumë. Pak më tepër mund të kemi edhe ndikimin tek gjaku, prandaj të gjithë ata që kanë probleme me anemin ose që kanë probleme të tjera në lidhje me gjakun, qarkullimin e tij, do të këshilloj që ta merrni shumë seriozisht dhe të merrni masa, që nesër shkoni te doktori, bëni analizat që nevojiten dhe të merrni masa në lidhje me këtë temë, dhe është diçka që nuk duhet lënë pas dore, sepse mund të shkaktojë dëme shumë të mëdha në organizmin e të gjithëve ne, dhe përërsisht në këto momente ju jeni pak më të hapur, domethënë ndaj këtyre tematikave. Ndërkohë që për sa i përket karrierës, është një ndër momentet më të rëndësishme në jetën tuaj. Nuk është thjesht ky moment, është një ndër momentet më të rëndësishme në jetën tuaj, sepse po hidhni hapat e parë drejt jetës që juve dëshironi të jetoni. Si redonj, është një moment ideal për të riperceptuar edhe një herë rrugën që po ndiqni në lidhje me karrierën. Nëse jeni të suksesshëm, të kuptoni se cilat janë elementet që juve ju bëjnë të suksesshëm dhe të vazhdoni të investoni tek ato, ndërkohë që nëse nuk jeni të suksesshëm ose nëse nuk jeni në karrierën që ju dëshironi të jeni, arrini që të kuptoni se cila është ajo, cila është rruga që doni të ndiqni dhe ta realizoni këtë. Në këto momente merr një ndihmë vërtet shumë të madhe nga vëllezërit e motrat tuaj. Prandaj dhe këshillat e tyre ose rrethi i ngushtë, miqtë tuaj të ngushtë, pra do t'i këshilloj që ti dëgjoni. Për të gjithë ju, të cilët dëshironi të dëgjoni mendjen tuaj më tepër, edhe ky mund të bëhet, por për të aktivizuar më mirë këtë si gjë, mund të këshilloj të shkoni në një udhëtim të shkurtër ose të ecni, sepse ecja në këto momente ju bën shumë mirë për të mbledhur mendimet tuaja. I përmenda të gjitha, për të gjitha shenjat. Okej. Atëherë për përsëris edhe një herë, unë të gjitha videot i vetë te kanali im YouTube-it, këtë do ta keni nesër gati atje. Emri i kanalit YouTube-it është Astrologe Denisa Shyla. Do të isha vërtet shumë falënderuese në qoftë se do ta ndiqni kanalin. Në këtë mënyrë edhe më mbështesni dhe unë kam mundësi që të bëj edhe më tepër video për ju. Shumë faleminderit edhe një herë që morët pjesë. Dhe shihemi përsëri ditën e premte ku do të flas në lidhje me parashikimin javor. Faleminderit, pafshim, natë e mirë.